Më 14 tetor 2014 në Beograd, ka kaluar një dekadë, 20 muaj dhe 20 ditë, që nga ajo mbrëmje që ka shënuar historinë e futbollit shqiptar, veçanërisht atë të kombëtares shqiptare. Ishte nata kur futbollistët kuqezi mbrojtën simbolin e shenjtë flamurin kuqezi, duke rrezikuar jetën e tyre për të kundërshtuar huliganët serb, të cilët u turbulluan nga Shqipëria e Madhe dhe hyn në fushën e lojës pas ngritjes së dronit nga Ismail Morina. Në atë ndeshje luajtën Berisha, Hysaj, Sana, Marvraj, Agodhi, Lila, Brashi, Kukeli, Xhaka, Lenjani dhe Balaj. Trajneri Debiazi kishte në stol Hoxhën, Shehin, Surrin, Shalën, Cikaleshin, Kaçën, Kaplanin, Mehen, Ramën, Vajushin, Vilën dhe Salihin. Po çfarë bëjnë sot heronjtë e Beogradit? Etrit Berisha u transferua së fundmi në Suedi me ekipin Hatsken, ku bë protagonist në fundjavë me 2 penallti të pritura dhe një të shënuar në finalen e kupës. El Seid Hysa vazhdon karrierën me Lazio në Serie A. Lorik Cana administron fondacionin e tij dhe është analist në Tring për UEFA Champions League. Mërgim Mavra, i tërhequr nga futbolli, u mor me politik, ku kandidoi dhe për deputet në Kosovë. Ansi Agodhi jeton në Amerikë duke dhënë eksperjencat e tij në Akademinë e futbollit. Andi Lila administron Akademi Futbolli në Tiranë. Taulan Xhaka në fundjavën që la pas, ai vari këpucët në gosht pas një lamtomire emocionuese nga skuadra e Bazelit. Burim Kukeli është trajneri i ekipit U21 të Zyriut. Amira Brashi mbylli sezonin me Grasshopperin. Ermin Lenjani luan ende në Zvicër, kurse Bekim Balaj, kapiteni i Vllaznisë në Shqipëri. Xhani Debiazi, pasi mbylli aventurën me Azerbajxhanin, tani është pa ekip. Të tjerët, Alban Hoxha mbylli sezonin me Partizanin, ndërsa Orges Shehi është trajner, së fundmit e Ballkani. Curi ka nisur karrierën si trajner, ashtu si Kaplani, që është emëruar në ekipin e femrave të Frankfurtit. Shala luan me Partizanin, Cikaleshin në Turqi dhe Vila me Teutën. Ergjys Kaçë është pas skuadër që nga janari, ku provoi Gjilani në Kosovë. Vajushi me Arama e kanë lënë futbollin. Sali jeton në Amerikë dhe së fundmi ka qenë në stafin e Selvinjos.